Këtë video po e bëj tashti në këtë moment jashtëzakonisht i irritum dhe i mërzit me ca klyshe kurve, me ca shkërdhata, si e pati emrin një bujar, se si e pati edhe një Lutfi Sufi që dikur e kam pas shak. Këto klysh kurve më përgjigjen mu në për vitjet që unë postoj, që u bëj thirrje shqiptarëve, mos të ndalin protestën deri kur të zhdukim këtë lloj klase, këtë lloj establishmenti, këtë lloj sistemi, këtë lloj maskarish, një herë për gjithmonë, nga politika shqiptare, nga skena e politika shqiptare me dalin më ca shkërdhata, që unë i duroj, se kur ti bën, njëri bën postime publike, i jep të drejtën të tjerëve, kundërshtarëve të kritikojnë. Unë i shaj menon ata që të rrethojnë dheun. I kam për mu jam një lloj si serbët dhe grekët që nuk ta duan, se ka plot serbë grek ndershëm. Unë s'kam pa akoma në një, po mendoj që do të ketë. Por këto klyshe, këto dhemje, këto zgjepe, me del mu një bujar se si e pati një zgjep aty. Edhe më thot, mos balloj që ti nga Washingtoni, po pate bëth, hajde këtu ti. Kurse një tjetër, një zvaranik, një skuq, që në rinin e hershme e kam dash dhe e kam pas shok një Lutfi Sufi. Më del edhe më thot një ato urithët e kullës, që unë e kam zdash duke mendu që është edhe nga ka mendu unë, është edhe çka është, çam. E njerëzit që vinë nga zonët e tona të shtypme, ku i kanë person ato kriminalet armiqton, unë gjithmonë i kam pa pak edhe më shumë dashuri e respekt se sa ndoshta si individët o meritojnë. Por ca individ si ky klishkurve, bot tham, si ky Sufi, që jo greko, por çdo pjellnone nuk mund të dëroj këta po t'jenë si tipi këty. Pavarësisht që unë për Çamrin dhe për Kosovën, çdo pjesë Shqipërisë, do të flujoje gjithçka siç kam dhënë prova gjithmonë. Ore klysh, ore shkërdhat, ore qenë birqeni. Si guxon tim është shkërdhat, ti thush Sami Gjokës, po pate byth ti hajde këtu. Sami Gjoka dhe familja Sami Gjokës ka qenë gjithmonë atje kur na ka kërkuar dheu më shkërdhat. Kur bohesh ajo masakra e Drenicës, që nga dita kur janë vraja sharet, e deri kur kanë fillu sulmet e natës, Sami Gjoka, me prindit pleq, 80 vjeçar Hasan e Sabahi Gjoka për shkërdhat, kanë e ditë natë para shtëpisë së Bardhë në protest, në ftohtit e në borë, bashkë me ato që vinin e iknin, si që kishim edhe tjerë, se nuk isha vetëm unë. Për shembull, kishim, që harova emrin, një artist shkodran që u gatun të këtyre, ato që protestonën kishin para të shtjeshin. U gatun të e usil të ushqimet të të shtëpia bardhë neve. Kishe plot, por ti familjen time dhe mu zgodzon të përmendesh mo qene birqeni, se Sami Gjoka ka pagujt kur kishte paret krit sallën e kongresit, ku janë mbledh shqiptari madh dhe i vogël që jeton për Washington, që ti tregojmë Amerikës kush janë shqiptarët që shpëtuan çdo lloj çfuti, që po të shkosh ti mërqenë dhe shikosh se janë për internete, kur bosh lufta e Kosovës, unë gjysmën e rrogës që merja si familje më shkërdhat, e paguja në lobin këtu që ndihmonin luftën e Kosovës, që kur ngritet ju në protesta atje më shkërdhat, më qenë birqenesh, se ne nuk ngrihemi për shikoje që ditën që ka fillu protesta, familja Sami Gjokës, një pjesë të cilëve janë këtu para ambasadës në Washington DC, me nënën 80 vjeçare më shkërdhat, janë ditë natë në protest. Jo për vete, jo për ofiqe, jo për detyra, se në momentin që zgjidhet problemin e kalojmë prapë në heshtje, siç kemi qenë gjithmonë, por për të ardhmen e fëmijëve të juja më shkërdhatë dhe tatën, që jeni sërbë klysh sërbi. Ja, shikoje më qene birqeni, këtu e ke kërsën. Dritan Gjoka, kë është vllai Sami Gjokës, familja ime, ditë natë në protest para ambasadës.
Para ambasadës shqiptare në Washington DC, mor qene birqeni, Gani Gjoka, kjo është vllai Sami Gjokës, mor qene birqeni, kjo është Sabaje Gjoka, 90 vjeçë, mor klysh kurve, mor të qiv deri nonën ty e çka keni ju. Kjo është kunata ime Gjusëria Gjoka, kjo është nipi ime Elvis Gjoka. Ne jemi si familje mor qene birqeni në çdo qytet Evropës ku jetojmë. Në çdo vend të botës ku jetojmë, ditë natë në proteste kur na thretat dhe jo. Se jo se duam të rafim Gjoksin e ta përmendon sot se përmend që m'del ti një shkërdhat, një dhemje të qiv deri nonën, se me m'dal ti mund parasyve, ose në një familje sime ta kemi qinonën, më shkërdhat, më kurv sërbe dhe greke, që në gjallë një përçari edhe në qovë se ti, se s'ta njoh emrin, je në proteste, je një klyshe, je një dhemje, që s'meriton, por nuk besoj që je se ju jeni ata halet, se s'janë djemë të vajzët të protestës, po edhe t'jesh në protest, të theme plot gojen, t'je një dhemje në mes tonë, që do të shinon e të më ban pragu më shkërdhat, se s'godzon ti, ti thush Sami Gjokas më zbolloqe, Sami ju ka qenë gjithmonë dhe është gjithmonë, jo i vetëm, po me gjithë familjen e ti të madhe Gjoka, në çdo qytet më shkërdhat, ku jetojmë, në momentin që na thretat dhe jo, jemi atje të parët edhe ikim të fundit. Edhe kur maron edhe ju zgjidhni, ju shkërdhat gëzojeni, se ne nuk jemi profiqe, se ne nuk duam detyra, se ne nuk duam të na përmendni ju se shkemi bërë që bëjmë ne për atë dhejon, se sa bëjmë për lavdimur o qiv deri nonën. E bëjmë për Shqipërinë tonë, e bëjmë për vetën tonë, për zemrën tonë, për gjakun tonë, edhe e bëjmë për fëmijët e juja më shklysha serbësh. Sami Gjoka, ju përshëndet.